Patjetër, Këtë hirën të cilën kam vetë këto mundeni me përdor, me e pi, esull len apo... Bën esull, bën edhe me ushqim. Bën mas ushtrimeve për ata që ushtrojnë. Mos e hodhni këtë sasinë e hirës që të pranë prej krem djathit, për ndryshe sa letë, gjithë ku menu që o zarë. Kjo është njëjtë edhe si gjiza këta. Gjiza, djathi. Tash, më thënë, kjo është si forma e gjizës, po normal, për me bu krem djathin, e blindohem. Këto edhe një sasi të hirës, edhe blindohem edhe buhet forma e djathit. Na nuk po hupim ko, po e kemi këtu të gatshme. Ama një lugë. Po, që edhe një lugë, edhe një... Me provu pa. Edhe një inë për me po. Po. A më dësh me të caram të? Po, të që ta shumë edhe kjo është krem djathit që e kemi pregadit para gjirimit. Edhe kështu duket si sasi. Më dëshmeqit edhe këtu që mu po. Mos harroni, po e ritheksoj derisa po e vendosi këto. Këtë sasin e kremit e gjizës që kam vetë, me një sasi shumë të vogël të hirës që kam vetë, e kombinoni, e blindoni, edhe e vendosni në një inë që mshilet hermetikisht, sa e përdoni brenda javës. Për ndryshe, ky krem djathi momentalisht është pa sheqer, pa krep. Pa krep edhe mundeni me ishtu sa që e përdoni. Për shembull, tash mund mjashtu dë krep me ly bukën. Ose nëse e përdoni për ëmbëlsira. Si pas dëshirës, për ndryshe mosën që e kemi përfitu, mëna më shfrytzu edhe si gjizë. Ose për shembull me shtu në ushqimet, çkudo që shtojmë edhe ojken, ose çka do që përgatisim me produktet e qumshtit.